Goditja e Izraelit në vendin kryesor të pasurimit të uraniumit të Iranit në Natanz të premten shkatroi pjesën bitoksore të implantit dhe besohet se ka dëmtuar cilëtinë toksore të pasurimit të uraniumit. Edhe pse Izraeli qëlloi me raketa edhe Fordo, ku ndodhet një tjetër objekt ku mund të pastrohet karburanti bërthamor, besohet se ajo bazë është ende plotësisht funksionale. Me rreth 2000 centrifuga në funksion, implanti i pasurimit prodhon uranium të pasuruar deri në 60%, një hap larg pasurimit prej 90% të kërkuar për prodhimin e armëve. Ajo që e dallon këtë objekt, i cili ndodhet rreth 95 km në jug-perëndim të kryeqytetit Teheran, nga objektet e tjera të dëmtuara nga bombardimet izraelite më 13 qershor, është se është ndërtuar në një shpat mali dhe shtrihet në një thellësi prej rreth 260 deri në 300 metra, duke e bërë atë imune ndaj sulmeve ajrore. Ekspertët vlerësojnë se sulmet e rregullta ajrore mund të dëmtojnë sipërfaqen, duke e bërë atë përkohësisht të papërdorshme. Por shkatrimi i grupeve të centrifugave dhe rezervave të uraniumit në objekt do të kërkonte përfshirjen e drejtpërdrejtë të Shteteve të Bashkuara, të cilat kanë kokën bërthamore që mund ta shkatrojë atë. Për më tepër, SBA-t kanë platformën e lëshimit të aftë për të përdorur raketën bombarduesin e fshehtë B-2 Spirit. Por çfarë është implanti bërthamor i Fordo? Prania e vendodhjes në Fordo u bë publike në vitin 2009. SBA-ja dhe Irani filluan bisedimet e tyre të para të drejtpërdrejta në 30 vjet. Ndërtimi i uzinës së pasurimit të karburantit në Fordo filloi në gjysmën e dytë të vitit 2007 sipas Teheranit dhe u bë funksional në vitin 2009. Të plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.